10 përfitimet që i sjell hudhra në shëndet. Hudhra është një nga produktet barishtore më të rëndësishme për të shtuar në dietën tuaj. Sipas Step2 Health, në këtë video do të rendisim përfitimet kryesore që do të merrni nga hudhra, e cila i përket familjes Allium. Hudhra parandalon plakjen dhe bllokimin e arterieve kryesore dhe periferike. Vetëdijtë kuruese të hudhrës ndihmojnë në uljen e niveleve të kolesterolit në gjak. Hudhra është e rëndësishme edhe për sistemin tuaj imunitar, duke rritur kështu aftësinë e trupit të përballojë ndikime të dëmshme të mjedisit. Hudhra vret një numër të madh të bakterieve, parandalon problemet të zemrës, ul tensionin e gjakut dhe ka veti antiinflamatore. Është një antibiotik natyral që përdoret edhe për lehtësimin e ftohjes. Rekomandohet përdorimi i hudhrës për çrregullimet e sistemit nervor. Hudhra ndihmon në shkatrimin e qelizave dhe gjithashtu përmirëson shëndetin e trurit, ndihmon në ullimin e gjakut dhe parandalon piksjen e tij. 1 deri në 2 thelpi hudhre në ditë janë më së të mjaftueshme për të marrë këto përfitime, citojnë ekspertët.